Odat ekonomike dhe një pjesë e bizneseve të mëdha të Kosovës kanë protestuar të njëjtën duke bllokuar një nga rrugët kryesore të kryeqytetit. Ata dolën në rrugë kundër vendimit për liberalizimin e tregut të energjisë, ku shfaqen edhe kërkesat e tyre. Bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Dhe çka do të ndodhë? Do të ndodhë që do të rritet produkti jonë kosovar, do të rriten shërbimet, vlerat, çmimi i tyre dhe do të kurrët prodhimi, do të bie prodhimi dhe do të lirohen, reduktohen vendet e punës. Vetëm një kërkesë kemi që ta kemi një fazë të tranzicionit për me dalë në tregun e lirë. Ne kemi kërkuar që të jetë një vit që të përgatitet edhe tregu, të përgatitet edhe biznesi. Rafuna paralajmëroi se protesta do të radikalizohet nëse nuk ka reflektim nga institucionet shtetërore. Kjo pasi sipas tyre ky vendim do t'ju shkaktojë probleme që tashmë kanë filluar të shfaqen. Po s'na ndihmon, besoni se gjithë do të falimentojnë. Unë si kompani e kam marrë dukon 265 euro megavatin. Domethënë është diçka e papërballueshme kur e dim se në region energjia gjithë prodhuesier e kanë dukon 100, 110, 120, maksimumi është 130. Si konkurrojmë na me 260 apo 300% të energjisë në tregun tonë. Protestat dhe kërkesat e bizneseve morën mbështetje edhe nga partitë ish opozitare. Ata thanë se do të ndërmarrin hapa ligjor për ta ndaluar vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë për kompanitë e mëdha, por nuk patën përkrahje nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ky i fundit përveç që kërkoi nga bizneset që ta zbatojnë vendimin, bëri një krahasim jo shumë të mirëpritur nga protestuesit për bllokimin e rrugës që bën gjatë protestës. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99%-shit dhe të familjeve anën bon Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. Vendimi për liberalizimin e tregut të energjisë në Kosovë do të hyjë në fuqi nga 1 qershori.